5.000 vota Edi Ramen. Unë mund të rjeshtoj ju një seri të tjerësh. Çfarë është kjo stihitat që i tyte? Amorale për ligjur krimin, për të legjitimuar krimin në zgjedhje. Që janë këta? Çfarë janë këta? Them dhe njëherë, çdo kriminal vras sido qoftë duhet të ketë një avokat në përputhje me ligjin. Po këta avokatër në studio televizive të farsës më të shëmtuar, çfarë emri mund të quajë? Ja u lë qytetarëve t'ja u vënë emrin këtyre. Ja u lë qytetarëve. Në këtë farsë të kartelit, dora e shtetit është po kaq e zezë sa dora e kartelit. Sepse Irena me 5 mbiemra, e cila duhet kishte ikur me kohë, atje ku e ka vendin. Këllëgjeja me ligj për 20 ditë duhet hipte verdiktin. Pa jo mban 42 ditë për të marrë vendimin për Elvis Doçin. E morë të vesh besoj që të gjithë krerët e kartelit Troplini janë të lirë. Janë të lirë në arati Gjoja. Gjoja, në fakt, janë të gjithë në Tiranë, në shtëpitë e tyre, në Durrës. Pra, a nuk është ky qëndrim? Ftoj qytetarët t'i shtrojnë pyetje vetes. A nuk është ky qëndrim një akt i shëmtuar me cilën sklever të krimit, intelektual kriminal, analist kriminal, të quajtur analist, po që s'kan asgjë të përbashkët me gazetarinë as dhe analizën. Asgjë të vetë shpallur. Kërkojnë të servirin qytetarëve sukses dhe kartelit si sukseset të zgjedhjeve? A përbën ky një krim të shëmtuar propagandistik? Pra, është koha të ndalemi, çdo qytetar shqiptar të analizoj propagandën e këtyre ditëve, se si një lloj si në diktaturë intelektual kriminal, që mbronin diktaturën dhe krimet e saj, sot prap, këta janë pseudo-intelektual, këta s'kan asgjë të përbashkët me intelektualin e vërtet, shërptor të interesit publik. Këta njerëz të zhveshur nga çdo lloj morali, kërkojnë të servirin sukses qeveritar elektoral, kartelet e drogës dhe brutalitetin e tyre në zgjedhje. Pra, duhet bëjmë dallimin edhe një herë, dashur qytetarë dhe qytetare, midis avokatit ligjor dhe këtyre skleverëve të krimit, që përpiqen të mashtrojnë
që përdorin valët e radiove dhe ekranet televizive për të mashtruar qytetarët, për të përligjur një monstruozitet evident, nuk është i fshehur. Ju jeni dëshmitar. Sa herë unë denoncova Sara Milën dhe Suel Qelen, a nuk e denoncova gjatë fushas me disa herë Klodian Danin, që ushtari Sara Milë, komisarin Klodian Dani, si ushtar i Suel Qelës thriste në prenjas qytetarët, votoni për Sara Milën. Sa herë denoncova? Ju lutëm, sa herë kam denoncuar takimet e fshehta te Kodra e Kuajve, te Ergyes Agasit me Suel Qelen dhe me Elvis Doçin, Vanjuzdakon dhe më pas në shtëpinë e Vanjuzdakos me Edi Ramën? A mundet të kapërdihet? A mundet të mbrohen një krim i tillë i shëmtuar elektoral? Unë edhe njerë deklaroj se këto zgjedhje kur nuk do njihen. Dhe se ata të cilët përpiqen të shesin shqiptarve krimin si sukses elektoral, nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm rrishtojnë veten me kartelet, me Edi Ramën dhe me të gjithë autorët e farsës më shëmtuar elektorale në të majt 2025. Urdhoni.